strategjia jonë nuk ka ecë as let, nuk ka qenë let ne me kriju një marrëveshjen mes opozitës, që dini vështirësitë mes LDK-s, PDK-s, gjithë ne tjerëve kanë qenë prezente. Pozicionimi i hershëm i Limes i hapur edhe për Kurtin na dëmtoi edhe më shumë këtë mundësi, për shkak se ju dërgoi porosit keqe edhe pakicave, komuniteteve etnike jo serbe, por edhe i dekurajoi energjitë për një qeveri të opozitës, sepse në kohë shumë të hershme u deklaru si i këtij. Kjo është një pasojë realisht që i ka ndodhur Kosovës, jo mu, që në fundit unë jam i mbijetueshëm edhe i kalojmë këto situata, po është edhe mshme që mundësisht për një qeveri opozitare, pra ju dha një goditje pikërisht nga Limaj, ishte shumë jo në rregull. Për asnjë moment Limaj nuk ka thonë që s'është për një opsion të opozitës. Ne tani thonë shija veprat e jo fjalët. Hetohet se ajo është në komunikim vazhdueshëm me zotin Kurti, pra ka ndodhur disa takime, janë të vërteta, edhe ato para shumë kohë. Në takimin e mazyrtare kam pas me 4 prill. 4 prill. Po 4 prill në Baho, në katin e dytë, kanë qëndru... Kafeterinë të qeveria aty. Po, kanë qëndru kohë gjatë të dy. Edhe është, do thotë, ju e dini, ne kemi qëndrim qartë, nuk do të luaj me 2 karta. Ne jemi përcaktuar për qeverinë e opozitës. Kush don me bashkëpunu me opozitën ai më ardhën. Po edhe do të mbeshim besnik kësaj rruge. Sjellja e tij është tjetër, pra nuk është ajo që ne jemi përcaktuar me kohë, është një sjellje ndryshe, dallon prej qëndrimeve tona, prej parimit ton, prej asaj se si e kem kërku votën të qytetarët, dallon shumë. Këneqësit me përcjell zotin Limaj, ka po shkon dhe kur po takohet me Kurtin? Unë kam... Apo po ju tregoj njerëz? Jo, kam jetë gjatësi në politikë, ka shumë njerëz që më respektojnë, edhe nuk kujtojnë me mi tregu ato që i dinë, ato që i ndëgjojnë, ato që i shohin. Kjo e datës 4 prill, pra 404, Baho, orën edhe menyn, ja u tregojmë, e kemi ditë atë ditë sa ka ndodhur ngjarja, ende pa dalë në media. Këto është i qartë, këto nuk janë thjeshta. Tani nuk mujmë edhe unë me shku me Omer Dark, me te edhe një gjithë me Kurtin, atër po shkoj edhe unë po unë me Kurtin edhe fikrajmë. Ne jemi përcaktuar për qeveri të opozitës, kemi dhënë një betim para qytetarëve. A jeni më shumë i zhgënjur me faktin që ai ka marrë 3 deputet, edhe ju ka qenë vështirësi shumë si aleancë, apo për faktin që ai po don me ndjek një rrugë ndome për jush, për kuptimin që për votat e tij nuk don me fol Ramush Haradinaj, pra don me fol ai vetë. Është e mirë shahar, unë i kam propozu PDK-sh, si parti fituese, që të komunikojnë me Limen, e të negociojnë me të për rolën e tij në qeverinë e opozitës. Para se të ndohej... Para se, me njerë, ju lutëm, është mirë të vendosni komunikimin me Fatmirin, edhe ne s'kem pas asnjë tendencë me ja menaxhu atyre ato vota, jemi gëzuar që ka fituar edhe Nishma, se i kemë menduar si vota për ndryshim dhe për qeverinë e opozitës. Pra i kemë menduar, kemë besu. Edhe i mbjash vetëm se ato vota që janë me mundje në gjerë ato 3 deputet të tij, e nga ata, nuk po them se janë tonë, janë të tyre, mirë po janë gjerë me mund, me shpresën, me dhënë vend qeveritë opozitës. Kjo është edhe mshme, të thotë çka ka ndodhur më atutje, ose vërtet. Është raport që ndodh kjo në politikë Kosovës as politikë botës, pra që votat mund të më ndru, megjithëse për zotin Limaj, për hir të vërtetës, ende nuk mund të flasim që ka ndryshuar. Pra, ai ka dhënë një intervistë, ka një qëndrim, po deri më tash pra asnjëherë nuk e ka mohu mundësinë ose madje kalon të kuptohet që preferon një opsion të opozitës, po nëse opozita nuk merret vesh. Tash ajo ne pak kështu pozicioni i tij është i gabuar. Ju mundi me u shprehë dane edhe me thonë ato që po i shihni, keni drejtën e ju, është pozicioni i gabuar. Njeriu që lëshon ekipin e vet i vetëm. Për shembull, pse LDK-ja s'mujti mu taku me Kurtin, kur e thiri Lumir Avdixhikun, pse LDK-ja s'mujti mu taku me ta? I thanë jo. Aleanca i tha jo, ky zonia dur më i mëshëm, se krejt ne apo mos çu, hajde. Pra këto janë zhvillime reale, pra nuk ka pas nevojë mu nda, sepse gjithë ta njerëz në këtë krah që kanë më shumë votë, kanë pas më shumë mundësi me bo qeverinë,
Edhe një qëndrim edhe i këtij në ekip, do ta forçonte ekipën tonë, do t'ju çonte poroshin pakicave, një poroshi që qeveria po bëhet këtej, thyrja që ka bëj, lëvizja që ka bëj, për shembull na kanë kriju shumë vështirësi në bashkëpunim me komunitetet jo shqiptare dhe jo serbe. Edhe po ato tash e shohin se kur takohet ky me Kurtin, ato mendojnë se Kurti e paska shumicën, se 48 plus 3 bojnë 51. Edhe na thojnë neve kur takohet me ta. Nëse me avon ata se shkoj ky. Pra kur kem provu me bo një ekip, një unitet me komunitetet jo shumic, jo serbe, po jo shqiptare, na kanë thonë, eksplicit në tavolinë. Dhe na thojnë edhe ma tutje. Qita që tjetë që qoni, nuk është qëllimi e më këtu me nëse opozita kryon qeverin, mandatari ka nevoj me folë me nishmen. Edhe në presje kush do që është mandatar, të bashkëpunon me 3 votat e nishmes për qeverin arshme të opozitesh. Pra saj për këtë qaj pjeshe me ndoj që është edhe mos dashme. Po ju nuk doni më me folë? Ja, unë e ja, me mu ka përfundu bashkëjetesa, bashkëpunimi, qëfar da... Me zotin Limaj, pra... Ja, edhe me pas jetën e mvarën në Limën, e në 3 votat e ti, nuk i du. Okej, a ki, gjatë këtë fushatës, plët gazetarë kanë folë një mundësi që zotin Limaj mundet me nda votën me nga OK-ja. A keni pas rast me folë gjatë fushatës? Ose me njerë pas fushatës? Shkadet mi nda votën, se ne jemi... Jo, për këtë qështi, për këtë situatë së mirë, po na kemi diskutu në vazhdim shi që do të bojmë qeverinë opozitës. As njerë s'kem diskutu që njerë nga ne me shku me... Dhe i ka qenë... Me mashtrusin jo, doane, me ato që i kem honë për ta, as njerë s'ka qenë kjo ide. Pra mashtrusin zotin Kurt? Ja. Pra, edhe zotin Limaj ka qenë dakord për me shku me një fjalimet e ti, deklarimet, gjitha ka ndohë, si tini. Në gjithë se, pra, edhe erë po thëmë, nuk ka ndohë diçka ende, pra do të ashojmë se qëfar do të ndohë, dhe nëse mi gjitha do të propozohet, zotin Limaj si kandidat i vetëvendosjes për kryetar të parlamentit, apo vetëvendosja do të arrit të krijojë një shumicë pra të nevojshme për votat që i duhen për kryetar parlamentit, e pastaj të opsioni i qeverisë hapet ndyrë tjera, pra hapet edhe ky opsioni i opozitës. Nuk e di për këtë pjesë, ne nuk kem, pra në lanë që është vështirë me i dhanë votë Limës, nuk është që të jepë dikush. Për pjesën e kryeparlamentarit. Jo, nësë është kandidat i vesh, jo. Ka pas një status të Albonës, pra ish deputetës tuj, e cila e kalon disi, ose ka folë për time kadrijajnë, në raport me a ka përqami më rënda grupit parlamentar të AK-s? Deputetja Albana ka qenë mjaft aktive dhe ka fitu shumë vota, edhe ka qenë aktive në legjislaturën që shka nuk është grupja që ma sa me mritë përqamit për fatkeq, jo shka përqamit në grup. Okej, as parti? Jo që di. Ka irritime, ka indinjat me sjelljen e Limës. Unë jam më edukuar këto që i flas. Edhe mënyra që shpoj flas, njerëz tjerë do të ishin shpreh me fjalor më të keq. Për ato që kanë do, po megjithatë unë jam më i arsyeshëm në ato pjekuria politike e gjatësia bot veten. Po ju thashë nuk kisha pas shef më var kur në votën e tij janë fjalën e tij.